Përshëndetje. Në shumë çifte shqiptare dashuria vdes shumë përpara martesës, por divorci ndodh më vonë, zakonisht kur lufta është kthyer në sport dhe fëmia në trofe. Është ajo fraza e ndyrë ku prindrit nuk luftojnë më për dashurinë, po për kontrollin, dhe armën më të fuqishme që kanë është fëmia. Kur dy të rritur, që dikur kanë ndarë të njëjtin shtrat, kthehen armiq, është thuajse e pashmangshme që do të përdorin gjithçka për të goditur. Por kur në mes qëndron një fëmijë, ajo që quhet hakmarrje, mes prindërve kthehet në traumë të heshtur për dikë që nuk ka faj. Fëmia si dëshmitar i një lufte që s'është e tij. Në Shqipëri fëmia shpesh trajtohet si pasuri e përbashkët, që duhet ndarë në mënyrë emocionale, por jo ligjore. Ti do të marrësh fëmijën, do të arrisësh ti më mirë se unë. Janë fraza që dëgjohen shpesh në këto ndarje toksike. Askush nuk pyet se si ndihet vetë fëmia kur dëgjon gjithë këtë. Ai nuk kupton ndarjen si koncept. Ai ndjen tension, të bërtitura, akuza, ftohtësi. Nga ana psikologjike, fëmijët që rriten në mjedise të tilla përjetojnë stres kronik. Ata ndjen sikur duhet të zgjedhin mes dy njerëzve që i duan njësoj. Ky projekcion emocional quhet lojalitet i ndarë. Ai mund të çojë në ankth, ndjenja faj dhe madje edhe në çrregullimet e identitetit, sepse fëmia mëson të mbijetojë duke u përshtatur me narrativën e prindit më dominues. Kur prindi e kthen dashurinë në propagandë. Një formë e përdorimit të fëmijës është indoktrinimi emocional. Një prind i flet vazhdimisht keq për tjetrin. Babi yt s'ka dashur kur të shoh ty. Mami yt është egoiste, ajo na la. E këto fraza nuk janë thjesht fjalë, janë helme në sasi të vogla që ngjiten në kujtesën e fëmijës. Në psikologji kjo quhet alienim prindëror. Kur një prind ndikon që fëmia të zhvillojë urrëtie ose mosbesim ndaj prindit tjetër. Pasojat janë të rënda. Fëmia humbet aftësinë për të krijuar marrëdhënie të shëndetshme në të ardhmen. Zhvillon ndjenjë faj ndaj dashurisë që ka për prindin e ndaluar. Më vonë, ai mund të përsërisë të njëjtin model manipulativ në lidhjet e veta. Në thelb prindi manipulues kërkon fitore morale. Fëmia është me mua, pra unë kisha të drejtë. Kjo është mënyra më e neveritshme për të ushqyer egun, sepse ndërkohë që prindi ndjen triumf, fëmia humbet ndjesinë e sigurisë dhe dashurisë. Kur fëmia bëhet spiun apo mesazh. Një tjetër formë e keqpërdorimit është instrumentalizimi i fëmijës. Përdorimi i tij për komunikim. Thuaj babit të më kthej lekët. Thuaj mamit që s'dua ta shoh më kurrë me sy. Në dukje të pafajshme, këto detyrat e fusin fëmijën në rolin e ndërmjetësit të një lufte që s'është e tij. Në praktikën klinike, këta fëmijë shpesh tregojnë sjellje të brendshme, ndrojtje, tension, ndjesi përgjegjësie dhe për humorin e prindërve. Ata ndjehen si përgjegjës për paqen mes prindërve, gjë që është përtej kapaciteteve të një fëmie. Këtu lind edhe ajo ndrytja emocionale. Fëmia mëson të mos shprehë ndjenjat, sepse çdo emocion mund të përdoret kundër tij. Në terapi, këta të rritur tregojnë vështirësi të madhe në vendimmarrje dhe ndjenja të forta faj, dhe kur s'kan bërë asnjë gabim. Shprehja tjetër, të mbaj unë se ai s'ka para. Kjo është arma ekonomike. Në shoqërinë shqiptare shumë gra, por edhe burra, e përdorin fëmijën për të marrë përfitime ekonomike. Ti s'paguan dot as për fëmijën tënd. Është një shprehje që nënkupton pushtet moral dhe ekonomik. Në anën tjetër, shumë burra refuzojnë të kontribuojnë financiarisht si formë ndëshkimi ndaj ish partneres. Në të dyja rastet, fëmia është mjet shantazhi. Në psikologji, kjo lidhet me dinamikën e kontrollit, kur dashuria humbet, por nevoja për pushtet mbetet. Një prind që përdor fëmijën për të fituar para ose për të mbajtur kontakt të detyruar me tjetrin, po i mëson atij një mësim të neveritshëm, që dashuria mund të blihet,
që kujdesi është transakcion, që marrëdhënia është tregti. Kur drejtësia s'bën drejtësi. Në sistemin tonë gjyqësor, shumë herë fëmijët i jepen automatikisht nënës, pa e marrë realisht parasysh aftësinë prindërore. Kjo krijon padrejtësi të reja. Baballarët që duan të jenë pjesë aktive, por pengohen, dhe nëna që e përdorin vendimin e gjykatës si mburoj për të përjashtuar tjetrin. Fëmia që në letër është nën kujdestari, në praktik është në burg emocional. A jeton me një ndjesi se dashuria është e kushtëzuar. Nëse dua mamin, ajo tratoj babin, ose e kundërta. Trauma që nuk shihet, por mbetet. Në zhvillimin psikologjik, fëmijët që përjetojnë konflikte të zgjatura mes prindërve zhvillojnë shpesh ankth ndarjeje, probleme me vetvlerësimin, vështirësi në besimin ndaj autoriteteve dhe partnerëve në të ardhmen, sjellje agresive, ndoshta urinim në shtrat, agresivitet, izolim, vështirësi akademike për shkak të tensionit kronik. Në thelb, ata mësojnë një model dashurie të deformuar. Dashuria është luftë, shantazh edhe ftohtësi. Këto modele, pa ndërhyrje terapeutike, përsëriten më vonë në jetën e tyre si partner. Jam i detyruar të urrej. Fëmia si viktim e lojalitetit të detyruar. Kur një prind ushqen urrejtje ndaj tjetrit, fëmia ndjen se duhet të mbaj anën e dikujt për të mos humbur dashurinë. Ai mëson se dashuria duhet fituar me anë të qëndrimit kundër dikujt tjetër. Kjo është një nga format më toksike të edukimit emocional. Në të ardhmen, fëmia rritet me mendimin dualist, njerëzit ndahen në të mirë e në të keq, pa nuanca, pa reflektim. Kështu lindin të rritur që nuk din të falin, që e shohin çdo konflikt si betejë, ku dikush duhet të humbas. Po si ndalet ky cikël? Psikologjikisht, çdo prind që është në proces ndarjeje duhet të kuptojë një gjë të thjeshtë. Nuk ndahesh nga prindërimi, ndahesh nga partneri. Fëmia nuk është asnjëherë pjesë e konfliktit përveç nëse ti e fut me dorën tënde në të. Ka disa rregulla bazë që ndihmojnë në shmangen e përdorimit të fëmijës si armë. Mos fol kur keq për prindin tjetër përpara fëmijës. Mos e përdor fëmijën si lajmëtar. Mos e detyro të zgjedh njërin nga të dy. Ruaj rutinën dhe ndjesinë e stabilitetit dhe nëse marrëdhënia jote ka mbaruar. Kërkon ndihmë profesionale, sepse ndarja pa traumë kërkon vetëdije dhe kufi të qartë emocional. Në shumë vende ekzistojnë dhe terapi pas divorcit, ku prindrit mësojnë të menaxhojnë marrëdhënien pas ndarjes për të mirën e fëmijës. Në Shqipëri kjo është ende një fjalë, sepse prindrit preferojnë të ftohen mes tyre, sesa të rinë bashkë me një fëmijë të shëndetshëm emocionalisht. Dhe si përfundim do të thosha, përdorimi i fëmijëve si armë nuk është thjesht sjellje e pamatur. Është formë e abuzimit psikologjik. Ajo lë plagë të thella, të padukshme, që shpesh ndihen kur fëmia bëhet i rritur dhe përpiqet të ndërtojë marrëdhënien e vet. Asnjë prind nuk fiton në këtë luftë, sepse fëmia nuk është pronë, nuk është dëshmi, as mjet ndëshkimi. Ai është njeriu i vetëm që nuk ka kërkuar as ndarje, as dramën, as luftën. Në fund të fundit, pyetja që çdo prind duhet i bëj vetes është kjo: dua të fitoj kundër ishit tim apo dua të mos humbas fëmijën tim? Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë i falenderoj për vëmendjen. Nëse ju pëlqeu, mund të bëni komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të tjerë her pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.